këtë edicion do të ndiqni. 9 persona u lënduan në një aksident komunikacioni të ndodhur sot në fshatin Korenic. Zhvillimet e fundit në kuvend shqetësuese edhe për qytetarët. Këta të fundit kërkojnë më shumë përgjegjësi nga politika. Klubi i futsallit Vllaznimi nesër fillon përgatitjet për kampionatin 2026-2027. Përshëndetje. Po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. 9 persona të lënduar është bilanci një aksidenti të ndodhur pas ditën e sotme në fshatin Korenic. Të lënduarit po marrin trajtim në emergjencën e spitalit Tisa Grezda në Gjakov, ndërsa ekipet relevante menjëherë kanë dalë në vend ngjarje. 9 persona kanë mbetur të lënduar si pasojë një aksidenti trafikut që ka ndodhur sot rreth orës 13:30 në fshatin Korenic të Gjakovës. Në aksident janë përfshirë 2 automjete, ndërsa pas përplasjes të gjithë personat të lënduar janë dërguar për trajtim mjekësor në emergjencën e spitalit të përgjithshëm Tisa Grezda në Gjakov. Në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë ekipet e policisë, urgjencës dhe zjarrfiksëve, të cilët kanë intervenuar për të dalë në ndihmë personave të përfshirë në aksident. Për gjendjen shëndetësore të lënduarve ka folur për televizionin Syri, mjeku në emergjencën e spitalit Tisa Grezda, doktor Skender Fetahi. Rreth orës 14 në shërbimin e emergjencë sillen 9 të lënduar nga një aksident trafik, komunikacion. Të gjitha rastet janë ekzaminuar, janë kryer ekzaminimet e nevojshme radiologjike dhe laboratorike, si dhe konsultimet e nevojshme që kemi pas nevojë. 5 për tyre janë pranuar, 3 i kemi pranuar për observim, ndërsa 2 raste kanë nevojë për ndërhyrje kirurgjike, ortopedike. Ndërkohë, Njësia Rajonale e Trafikut Rrugor është duke trajtuar rastin për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe shkaqet e aksidentit. Pa marrëveshje ka përfunduar takimi mes Albin Kurtit dhe Lumir Abdigjikut i mbajtur pas ditën e sotme. Edhe pse palët zhvilluan disa takime, mos pajtimet kryesore mbetën tek pozita e presidentit të Republikës së Kosovës. Pa marrëveshje ka përfunduar takimi mes kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe atij të lidhjes demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku. Në deklarimin e tij, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se edhe këtë herë nuk kishte dakordim. Nuk kemi ende marrëveshje politike. Unë jam i bindur që për qëndrueshmëri përpara, që nënkupton edhe evitimin e zgjedhjeve të reja parlamentare, që pa dyshim, sikur se ato të mëhershme do të ishin të panevojshme, të paarsyeshme, e që besoj edhe të dëmshme për buxhetin e shtetit dhe për ekonominë e vendit, nuk është e mundur ndryshe përveç se pa marrëveshje për çështjen e zgjedhjes presidentit apo presidentes re. Pra, në kushtet kur ne zgjedhim kryetarin dhe kryesinë e kuvendit, zgjedhim qeverinë e re të Republikës Kosovës, mirë po, vim sërish tek problemi zgjedhjes së presidentit, kjo është një formulë tashmë e provuar dhe me metodë të njëjtë nuk mund të kemi rezultat tjetër fare, andaj kjo do të shpjente pashmangshëm drejt shpërndarjes së kuvendit. Marrëveshjen politike nuk e kemi ende, pritjet janë të ndryshme, qëndrimet nuk përputhen dhe është bindja ime që ka një dallim drastik midis rezultatit zgjedhor dhe kërkesave të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku tha se nga bisedimet që pati me Kurtin nuk ka zhvillime të reja dhe se një marrëveshje nuk mund të pritet pa ndryshuar qëndrimet aktuale të partive politike. Nuk kam lajme të reja, por mund t'ju them se jemi shumë larg në ndonjë marrëveshje eventuale dhe nuk pres që të ndryshoj pa ndryshuar pozicionet politike të partive politike. Për LDK balanca institucionale është domosdoshme dhe përderisa s'ka balancë institucionale, atëherë s'mund të ketë as marrëveshje politike klasike për cilën po themi po përpiqemi tash sa kohë, por nëse qëndrojmë pozicionet e njëjta si të dhjetorit, atëherë përfundimi është i njëjtë siç e kemi pasur deri më tani.
Kujtojmë se dje seanca kuvendit u ndërprej me kërkesë të kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili kërkoi kohë shtesë për diskutime me përfaqësuesit e partive politike me synimin për të arritur një marrëveshje për çështjen e zgjidhjes së presidentit. Disa qytetarë nga Gjakova kanë shprehur pakënaqësitë e tyre për zhvillimet e fundit në kuvend, duke kërkuar më shumë përgjegjësi dhe funksionalitet nga institucionet. Ata nuk po kërkojnë përplasje të reja politike, por zgjidhje konkrete që japin fund gërçeve dhe mundësojnë punën normale të institucioneve. Zgjedhjet e 7 qershorit pritej t'i japnin fund gërçit politik, por vendi vazhdon të mbetet pa institucione të reja. Edhe pas 3 proceseve zgjedhore brenda një viti e gjysmë, mungesa një marrëveshje mes partive po e zvarrit konstituimin e kuvendit dhe formimin e institucioneve. Ndërsa politika vazhdon përplasjet për numra dhe pushtet, pasojat e kësaj situate po i ndjen qytetarët dhe ekonomia e vendit. Por si ndihen veç qytetarët përballë kësaj krize të stërgjatur, ne kemi dalë në rrugët e qytetit për të pyetur ata. Si qytetare e Republikës së Kosovës, jam shumë e indignuar me ngjarjet e djeshme në Parlamentin e Kosovës, sepse nuk ka asnjë arsye të zvarritet konstituimi i Parlamentit. Zgjedhjet kanë përfunduar, rezultatet tani më dihen. Partitë politike janë përcaktuar kush është pozicionuar për opozitë, edhe kush kërkon të ketë aleat, megjithatë unë, si veprimtare, si ishe burgosën politike, si deputete që kom punu me përgjegjësi në legjislaturën e parë, nuk e arsyetoj asnjë post për asnjë pozitë me na kurzu jetën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Nëse dhe kësaj radhe shkojmë në zgjedhje pas zgjedhje, zgjidhje nuk do të ketë asnjëherë. Politika në është zero. Kosova nëse shkon dhe herë në zgjedhje, për 10 vjetë keni në atë poshtë, jo me hitë e nërë. Duhet me shqyë këta me nevose. Ku që se ka bujë ta vetëm për interes dhe vetin e ka bujë. Blokada politike që pëndodhë në Kosovë, njeve qytetarëve farëve nuk në pëlqen, për arsye se na jemi një kombë apo edhe një vend si Kosova që kemi bërë sakrifica të mëdha, e prandaj duhet më qenë homogjen më shumë, të bashkuar edhe së bashku me ndërtu sa më shumë Kosovën e jo me lënë mbrapa për shkaqe interesit individual ose grupor e karakterit politik. Se politika ka shumë grupacione, por duhet më qenë unisume. Mund me pas kundërthanje në rregullimin apo në ngritje e jo në ramje. Kështu që të ne pëndohet më shumë në ramje për shkak interesave, unë qyshe mendoj, të individit ose grupit të individëve. Unë i kisha lutur që të reflektojnë pozitivisht, sepse Kosova është të gjithëve, edhe na vijnë për shkak se kemi fituar pavarësinë, e ato duhet me ngritë e jo me ulë. Përtej dallimeve politike, qytetarët kërkojnë një gjë, që përfaqësuesit e zgjedhur të punojnë për Kosovën dhe të japin fund bllokadës institucionale. Posetat e dëmtuara në disa rrugë të qytetit po paraqesin rrezik për qytetarët dhe pjesëmarrësit në trafik, edhe pse banorët po përpiqen t'i mbulojnë ose t'i rregullojnë përkohësisht me improvizime, këto zgjidhje nuk e eliminojnë rrezikun dhe nuk janë të qëndrueshme. Qytetarët kërkojnë ndërhyrje sa më të shpejtë nga institucionet përgjegjëse për sanimin e tyre dhe garantimin e sigurisë në hapësirat publike. Siguria e qytetarëve po vihet në pikpyetje nga posetat e dëmtuara dhe zgjidhjet e improvizuara në disa zona të qytetit. Pranë objektit të kujdesit paliativ dhe QMF Erniku, një posetë e hapur është mbuluar vetëm me një palet druri, duke paraqitur rrezik potencial për pacientët dhe të gjithë qytetarët që kalojnë në këtë pjesë. Një tjetër rast është evidentuar pranë qendrës kryesore të mjekësisë familjare, ku një posetë e dëmtuar është mbuluar me një gomë si masë e përkohshme për të shmangur rrezikun. Ndërkohë, një situatë e ngjashme është evidentuar edhe në lagjen Koloni. Një posetë e dëmtuar është improvizuar me një karrike të vendosur sipër saj, zgjidhje që nuk garanton siguri dhe mund të paraqesë rrezik për këmbësorët dhe drejtuesit e automjeteve. Deri në një zgjidhje përfundimtare, këto improvizime vazhdojnë të jenë vetëm masa të përkohshme, ndërsa posetat e dëmtuara mbeten një rrezik i hapur në hapësirat publike.
Filmi Spider-Man ka ngjallur interesim të madh në kineman hyrje hana. Prandaj është planifikuar që ky film të përfshihet në disa termine edhe gjatë orarit të kësaj jave dhe të hënën e javës së ardhshme. Në kalendarin javor 7 deri në 10 gusht janë listuar një varg filmash për të shfaqur për fëmijë e të rritur si një mundësi e mirë për adhuruesit e kinematografisë. Kino hyrje hana duke qëndruar në hap me kinematografin botërore, si çdo javë sjell për adhuruesit filmat më të rinj, ndërsa këtë javë në ekranin gjigant do të shfaqet filmi më i shikuar, Spider-Man Brand New Day, për 4 ditë me radhë në orare të ndryshme. Ditën e premtë kino filloi me programin javor me filmin Minions and Monsters, që u shfaq në orën 13, pastaj Spider-Man Brand New Day shfaqet në 2 orare, fillimisht në orën 16, pastaj në orën 19. Sa i përket ditës së shtunë, do të ketë një repertuar të gjatë të shfaqjes së filmave, ku dita fillon me filmin Toy Story 5 në orën 13, pastaj filmi Moana në orën 15, vazhdon me filmin The Odyssey në orën 17 dhe përmbyllet me shfaqjen e filmit Spider-Man Brand New Day në orën 20. Dita e diel fillon me filmin The Super Mario Galaxy Movie në orën 13, pastaj me filmin Minions and Monsters në orën 16 dhe vazhdon me filmin Obsession në orën 18 dhe përmbyllet me filmin Spider-Man Brand New Day në orën 20. E fillimi i javës sjell një program fantastik filmash që nis në orën 13 me filmin Minions and Monsters, më pas aventura vazhdon me Spider-Man Brand New Day me 2 orare, duke filluar në orën 15 dhe në orën 18 dhe për fund do të shfaqet The Odyssey, duke përmbyllur këtë ditë në orën 20:30. Klubi i futsallit Vllaznimi nga sot në palestrën sportive Shani Nushi filluan përgatitjet për kampionatin 2026-2027. Nga klubi bëjnë të ditur se do të shfrytëzojnë të gjitha kapacitetet sportive që kampionati t'i gjejë në formë të mirë për lojë. Gjakova është pasuruar me një iniciativë të re sportive. Së fundmi, për herë të parë është themeluar zyrtarisht klubi i futsallit Vllaznimi. E prapa këtij suksesi, fshihen edhe vështirësitë për të cilat na tregoi themeluesi i klubit. Aspekti financiar dhe organizimi ka qenë shumë i vështirë. Duhet ditë që shkojmë punë, edhe fillimi është gjithmonë i vështirë, po na kanë prit mirë, si ide, si emër i Vllaznimit, edhe ka shkuar shumë mirë. Skuadra ka filluar sot përgatitjet për edicionin e ri të ligës së parë, që për synimet tregoi po ashtu kaqi. Presim këto 5 vjet e para që fillojmë më konë organizimi sa më i mirë, sa më dinjitoz, njerë në garet kombëtare, asnjë pse jo edhe ndërkombëtare. Përmes këtij projekti, pritet që futsallin e Gjakovë të marrë një dimension të ri, duke kontribuar në rritjen e nivelit sportiv dhe në promovimin e vlerave të sportit të futsallit. Kuvendi zgjedhor i klubit të basketbollit Vllaznimi ka zgjedhur bordin e ri. Në mesin e 9 anëtarëve në pozitën e kryetarit të klubit është zgjedhur Ardit Bakalli, kurse sekretar Ardit Zeka. Kjo strukturë e re vjen si pjesë e vizionit të klubit për forcimin e organizimit të klubit KQZ. Në vazhdim të ndjekim parashkimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndami të ndjekim edhe njerë titujt kryesor të këtij edicioni. 9 persona u lënduan në një aksident komunikacioni të ndodhur sot në fshatin Korenic. Zhvillimet e fundit në kuvend shqetësuese edhe për qytetarët, këta të fundit kërkojnë më shumë përgjegjësi nga politika. Klubi i futsallit Vllaznimi nesër fillon përgatitjet për kampionatin 2026-2027.
Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.